psikologji sociologji, viti fundit. Do t'ju falenderoj, si që thash jo për prezencën, por me mirënjohje dhe me shpirt, sepse më keni sjell deri këtu. Me zor pres ditën, kur të ndjej që ritmi jetës tuaj do t'i jap këtij qyteti frymëmarrje. Kryesore, jo pa cilësi. Kjo është një nga gjërat kryesore që mungon këtij qyteti. Modeli që ofroni ju është thyer në një burim frymëzimi për gjithë ne të rinj dhe e shohim si shembullin e duhur për të ndjekur, për të pasur sukses dhe për të përparuar në jetë. Por pyetja që shtroj unë është, a do të jetë programi juaj i duhur për të gjithë ne, për të rinjt? A do të jetë programi që do të vlej dhe do jap prioritet rinis? Absolutisht po. Absolutisht po. Beteja jon fillon ke ky qyteti dhe nuk e keni iden se sa gjërat bukura kemi mundësi të bëjmë. Problemi që shtroj unë është papunësia e të rinjve, gjithë ndihemi të stresuar për atë vend pune dhe ai mundim që unë po bëj, ai kontribut që unë po bëj, vajtje ardhje në Tiranë, dua që unë ta shkruaj në qytetin tim Durrësit. Rrugtimi që do nisim do ketë bashk qeverisje, po do ketë edhe vendime që do i marrim bashkë me një lloj sakrifice. Ju jeni të parë që duhet kuptoni që kemi shumë për të bërë përpara. Do ta kthejmë Durrësin edhe një model. Jo gjithmonë është çështje parash, është gjithmonë çështje kulture dhe mendësie. Ka shumë mënyra që do të iniciojnë punësimin e të rinjve. Besoj të taksat e ulta. Së dyti, do heqim konceptin që në institucionet publike kush njeh në njonin do futet në punë. Do bëhet vetëm një koncept, kush njeh në njonin që është i aftë, vi me grita dumën. Ka shumë gjëra të cilat bashk do t'i rregullojmë duke i mirë menaxhuar më mirë. Por këtu do të kemi të paktën 3 ose 4 projekte të vërteta zhvillimi kur do punojnë të rinj profesional. Dhe ajo që ju do të gjeni tek unë nuk do të jetë më një avantazhim i 3 bizneseve, po do të jetë një lulëzim i konkurrencës së bizneseve, të cilët do të jenë gjithmonë më tepër të prirur, të marrin ata që konkurrojnë më mirë. Të shkojmë drejt modelit që prodhon diçka për vendin, jo që i merr të kraun e punës. Juve nuk jeni krau punës, ju jeni krijimi i kraut punës. Kështu duhet ta konsideroni veten. Donim dinim për sportistat dhe për artistët që ndodhen pranë, jo vetëm neve këtu, por për gjithë qytetin, kush është plani dhe kush është ardhmja jon që kemi bërë këto fusha. Unë aktualisht jam mirë sportist dhe nuk kam gjetë veten në asnjë moment në qytetin tim dhe për këtë më vjen keq. Thonë nuk ka para, sepse janë parë si shpenzime. Unë kam një qëndrim tjetër, i shikoj si investime. Të thua shpenzoj për sportin, do të thotë që investon për jetën e qytetit, por jo vetëm kuptimin që po investon dhe nuk të kthehet mbrapsh. Por ne, me sportistët që kemi në Durrës, mund ta kthejmë atë në një aktivitet me vlera ekonomike. Jam rritur në një qytet që ka pas shumë gjelbërim, që është Durrësi, por me kalimin e viteve ky gjelbërim duke u paksuar dhe gjithmonë duke u ndërtuar pallate dhe duke u mbyllur hapësirat tona publike. Unë do e di se ç'mendim keni ju për këtë. Sikur të kishim të gjitha mundësitë do ishte e thjeshtë. Nuk i kemi të gjitha mundësitë dhe do gjykohemi vetëm nga mënyra se si do t'i shfrytëzojmë ato që kemi. Atëherë, nëse ne kemi pak dhe kemi vetëm një vizion, kemi një rrugë për të bërë 1 kilometër, po nuk na del për të bërë një rrugë. Na dil ka vetëm 500 metra nga rruga. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë një rrugë për gjysmë apo me të njëjtat para do bëjmë një park dhe një çik gjelbrim. Thonë që s'ka ngel vend për të gjelbruar më qytetin, sepse diku pllak, diku beton, diku zhavor, diku shesh ndërtimi i lënë për gjysmë, që më duket se i përpajguajmë taksat e kallamishteve të kënetave për taks gjelbrimi, po për te kësaj çështje
kaq shumë mënyra për të risjellë gjelbrimin. Unë doja të bëja një pyetje, ju si nën e re, gjithashtu dhe unë jam një nën e re. Kam një problem për fëmijën tim. Nuk mund ta çoj në një park, në një lodër, të fillosh nga plazhi dhe të përfundosh deri nga Currilat, mos flasim për më tej. Nuk ka një kënd të mirëfillt kënd për fëmijët që unë t'jem e qetë, nëse unë ulem mund ta shikoj fëmijën tim nga larg. Unë nuk besoj shumë më tepër tek filozofitë e mëdha, te teoritë e mëdha, se sa tek jeta e përditshme. Unë mendoj që jeta e përditshme është më e rëndësishme se gjërat e mëdha. Dhe unë kam vetëm një qëndrim për ato parqe dhe ato lodra që duhen hapur. Sikur të ishin të fëmijës tim, kaq. Bashkia para disa vitesh, pak vitesh, ka hapur një qendër komunitare për komunitetin rom atje, në një shtulla. Dhe pothuajse nuk është funksionale. Pavarësisht që vinë shumë organizata, jo qeveritare dhe jo fitimprurse, që bëjnë organizime për komunitetin atje, për integrimin e komunitetit rom dhe egjiptian. Ju çfarë projekti keni për arsimimin, punësimin, për shëndetësinë e këtyre dy komuniteteve dhe të rinjve dursak? Nuk është çështje për qenë qendra ndihme. Këtu bëhet fjalë për të pasur projekte edukimi, por duke shkuar jo duke bërë llogarinë sa kushton qendra, se kështu janë bërë përgjithsisht llogaritë për komunitetet rome, por duke bërë llogarinë sa rom kemi, sa fëmijë rom kemi, deri në ça mase janë të edukuar, se dhe brenda të gjitha komuniteteve ka njerëz që duan më shumë shkollën, familje, ka edhe familje që kanë prioritet një gjë tjetër, që është formimi profesional, jo shkolla lart të zënë. Mënyra se si është trajtuar komuniteti duhet të ndryshojë. Pastaj të logjikojmë se kush janë metodat. Në tërsinë Durrës janë përdorur shumë pak fondet e komunitetit evropian. Shumë pak. Kur unë kam qenë zëvendës ministre, zona e Kënetës është trajtuar si një zonë me prioritet pikërisht dhe për një pjesë të këtij komuniteti. Dhe e gjej një projekt të pambaruar. Kapacitetet për të marrë fondet e Bashkimit Evropian, të cilat janë shumë të mëdha, sidomos për këtë komunitet, besoj që do t'i ngrem që të gjitha për të pasur asistencën të cilën e kemi kur të duam dhe si të duam, vetëm nëse bëjmë projekte të mira. Me që folët për rikonstruktimin e bibliotekës dhe një biblioteke të re, mu bo shumë qefe për këtë lajmë. Pyetja ime është nëse biblioteka juaj do t'i përmbushi gjithë këto mungesa që ka. Njerëzit që duan librin, ne po t'i bëjmë një thirrje, jam e bindur që mund të nxjerrin edhe atëherë kur nuk kemi se ku t'i gjejmë për t'i blerë, do na gjejnë ca libra, se ky qyteti me zor po pret me një pjesë të madhe të intelektualëve dhe elitës vet, t'i dhuroj jetën shpirtërore edhe një biblioteke. Shqipërinë europiane po e krijojnë emrat në zë që unë ju përmenda duke na dhe të kesh identitet, miqtë e mi, dhe t'i thuash vetes që jam qytetar i një qyteti mira vjeçar. Është aset, është njësoj sikur t'ju kenë dhënë një bonus në jetë. Është bonus i madh që t'jetojmë këtu dhe ta bëjmë bashkë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.